I ke dëgjuar ata njerëz që thonë edhe kur pi një gotë ujë kam fryrje barku, dhe realisht kanë të drejtë. Ka njerëz që edhe një gotë ujë mund të shkaktojë fryrje. Dhe pse vjen kjo gjë? Kjo vjen sepse mikrobioma e tyre është e shkatruar. Kanë disbiosis. Disbiosis do të thënë që kanë më shumë baktere të këqija në zorët e tyre se sa baktere të mira. Kështu që dhe një sasi e vogël ushqimi fermentohet më shumë se ç'duhet edhe shkakton fryrje, gazra e shumë probleme. Dhe pse shkaktohet kjo gjë? Kjo shkaktohet për shkak të stilit jetesës, ushqimeve të përpunuara që konsumon, sasisë lartë sheqerit që konsumon, mungesa e fibrave, mungesa e diversitetit të ushqimeve, mungesa e ushqimeve natyrale, mungesa e antioksidantëve, mungesa e prebiotikëve, probiotikëve që unë i kam thënë 100 herë. Kështu që ki kujdes çfarë ushqimesh konsumon që të kesh një mikrobiom të shëndetshëm, pra të kesh baktere të mira në zorët e tua që mos të fryjë edhe një gotë ujë.